Tani, unë nuk I dia ka lidhja s'ka lidhje me Edin, po di një gjë tjetër. Që disa lëvizje që ka bërë Rama janë lëvizje karshillek ndaj. E kemi luksin për ta bërë? Nuk e kemi luksin. Ne, do me thonë kryeministri vendit tonë. Nuk e kemi luksin, por ai është I detyruar për shkak të pozicionimit që ka. Deklaratat ne mund tallemi, nuk e di se çfarë janë deklaratat e presidentit Trump, që ngatron Armeninë me Shqipërinë, po di që ka ngatruar 4 herë. Ngatroi edhe Tiranën me Teheranin akset dhe ishte pak e frikshme e pjesë. Një sekond. Presidenti Trump e ka ngatruar 4 herë. Mund të jetë rastësi. 4 herë edhe mund të jetë rastësi. Mirë që ky ngatron. Pa I tjetër që është 42 vjeç, që është ministri I mbrojtjes dhe ngatron Teheranin me Tiranën. Edhe kjo mund të jetë rastësi. Mi ishte fatalitete? Ajo çfarë nuk është rastësi, është fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sinjalizuar fillimin e bisedimeve për marrëveshjen strategjike me Serbinë, që do të çojë në liberalizimin e vizave, dhe të njëjtën gjë kanë sinjalizuar edhe me Maqedoninë e Veriut. Me ne? Nuk e kanë bërë me ne, përkundrazi, ajo çfarë refuzohet nga kryeministri, por është e vërtet, është që Edi Ramës ju ndalua të udhëtonte në New York.